Mirëmëngjes të gjitha. Ju përshëndes përzemërsisht dhe uroj që kjo ditë të jetë shumë e mbarë për të gjithë dhe plot shëndet. Unë në studio, si çdo ditë jam me skuadra shumë interesante në ecurinë e tyre, me njerëz që kanë shumë frymëzim për të ngrohur zemrën dhe hapat me pasionin dhe dëshirën për të mbërritur diçka të bukur që ata kanë brenda vetes, matematika në këtë rast. Janë nxënës të shkollave të ndryshme, fëmijë që krahas lojës, numrat, ushtrimet, problemet i kanë shumë për zemër. Përndryshe nuk do të merrnin pjesë në një konkurs të organizuar nga Shoqata Kombëtare e Matematikës të titulluar Kanguri. Një konkurs që ka përhapje në shumë të gjerë për te i vendit tonë dhe në vende të tjera, do ta shohim në vijim të bisedës, por që me qasjen e tyre në këtë fush ata janë vlerësuar edhe kanë dalë fitues në kategoritë që kanë marrë pjesë. Janë nxënës të shkollave të ndryshme të Shkodrës, të cilët natyrisht janë nxënës me prirje dhe që kanë dëshirë të ushqejnë këtë pasion dhe prirje që ata kanë. Por me mua në studio është edhe koordinatori i këtij konkursi për Shkodrën, Fabian Terziu. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Falenderoj për ftesën. Është kënaqësi dhe emocion i veçantë që jemi bashkë me nxënësit, fituesit. Këto janë vetëm një pjesë, siç e dallon edhe ti vetë, domethënë nga viti i kaluar dhe vitet e tjera më përpara, këtu kemi nxënës të tjerë fitues dhe qëllimi dhe dëshira jon, iniciativa është të zbulojmë të talentet dhe të prezantojmë vit pas viti me talentet e reja. Që shumë e bukur. I shoh këto fëmijë, siç thuhet me sy pëllumbi, të cilët mendojnë secili për të thënë atë dëshirë dhe qasje që kanë për matematikën, por më përpara unë dua të prezantohen me emrat e tyre. Unë jam Mira Durraj, jam të shkolla Ismail Qemali. Në çfarë klase je ti? Në klasën e dytë. Në klasën e dytë. Unë jam Ekzen Cani, jam tek shkolla Medresit dhe jam në klasën e dytë. Edhe ti në klasën e dytë, po ky djalë që certifikatën e ka shumë të dashur dhe që emrin do ta thonë vetë. Unë jam Aren Kadia dhe jam të shkolla Ditoria. Sa vjeç je ti, Aren? 8. 8? Po 8 është një numër tek apo çift? Çift. Prej sa përbëhet 8-a? Për 4. 4 edhe 4. 4 edhe 4. Shumë mirë. Ishin kaq të thjeshta ushtrimet apo më të vështira? Pak më të vështira. Pak më të vështira. Po ti e pëlqen matematikën? Po. Vazhdoj me prezantimin? Unë shumë me Drin Durraj, jam 10 vjeç dhe jam në shkollën Ismail Qemali. Në klasën e 5. Në klasën e 5 dhe je fituese Drin, a? Po. Bravo. Emri yt? Unë jam Pirovic, jam të shkolla Ditoria në klasën e 4. Në klasën e 4, vazhdo? Unë jam Jasin Zagoja dhe jam në shkollën ndërmjetare klasa 6. Klasa e 6. Unë jam Omer Kapia, jam të shkolla Skënderber edhe jam të klasa 2. Bravo. Urime, Omer? Faleminderit. Dhe? Unë jam Arja Kadia, jam 11 vjeç, jam të shkolla Ditoria në klasë 5. Urime. Ishte kënaqësi që ju morët pjesë apo shumë emocion në këtë konkurs? Ishte kënaqësi e madhe. Kënaqësi e madhe? Po pse ishte kënaqësi? Sepse matematikën e kam pasion. E ke pasion matematikën? Në kohën e lirë ti bën ushtrime apo merresh edhe me gjëra të tjera? Me ushtrime? Gjithmonë ke marrë 10 në shkollë? Po. Dhe ti mendon? Areni është vlla yt? Po. Besoj se Areni është pak çamarrok dhe dëshiron të krijoj pak erë në mikrofon, po pas emisionit. Do të frymojmë në mikrofon të shohim se sa i bukur, sa i këndshëm, sa
Sa gjana të bukura shprehen në mikrofon, apo Aren? Ju të dy, motër e vlla, keni dhe ndonjë motër apo vlla tjetër? Ja. Të dy jeni për matematikën? Ushqeni njëri tjetrin me këtë pasion apo secili në rrugën e vet? Çfarë thua? Të pavarur nga njëri tjetri. Po kush ju nxit më shumë, mami apo babi? Mami. Vetja. Tak mami. Pak mami. Mirë, do flasim pak më tej. Tash ti dëgjojmë profesorin se çfarë rëndësie ka ky konkurs. Ky konkurs ka për qëllim që t'i njohë mësuesit dhe nxënësit në një lloj formati të ndryshëm nga formati i zakonshëm, siç është formati që këto mësojnë në shkollet ku ndodhen. Është një format i cili historikun e daton në vitin 1980 nga një profesor i njohur australian, i cili bëri një eksperiment duke hartuar një test me shumë pyetje dhe alternativa, të cilat ai vendosi t'i korrigjojë dhe t'i vlerësojë me anë të kompjuterit dhe mori jehon në vendin e tij, kështu që pas një dekade në vitin 1991, dy mësues tjerë francez arritën ta përsosin atë dhe duke e shtrirë edhe në gjimnaz dhe u bë një konkurs, pra një garë shumë i dha jehon jashtëzakonisht madhe në të gjithë botën dhe sot numëron rreth 90 shtete, të cilat janë pjesëmarrëse dhe organizojnë vit pas viti, dhe Shqipëria është 11 vit që organizon, ka filluar në vitin 2016 dhe si vjet është viti 11 që organizon garën e kangurit. Pjesëmarrja në Shkodër ka qenë diku tek 40 nxënës, tek qendra ku unë kam qenë vetë koordinator. Ne kemi pas dy ambiente, një nga ambientet ka qenë qendra dhe ambienti tjetër universiteti. Dhe shpresojmë që vitet e tjera që të ketë pjesëmarrje sa më të gjerë, që ne t'i zbulojmë të talente që ta duan matematikën, të fitojnë, të arrijnë suksese të mëtejshme në klasat e më vonshme. Çfarë po thuhet për nivelin e vështirësisë së testit që pikërisht kanë nxënësit në po të krahasojmë me nivelin shkollor, është shumë i thjeshtë, është shumë e popullor dhe ka një gamë më të madhe pjesëmarrje, po flas në arenën ndërkombëtare. Sepse nxënësit e gjejnë veten dhe i heq nga ndjenja e frikës dhe pasigurisë për të arritur patjetër sukses të domosdoshëm, sepse ta jep të mundësi ky lloj testimi, sepse i gjithë testimi përfaqësohet me pyetje me alternativa. Niveli i parë dhe niveli i dytë ka 24 pyetje, ndërsa nivelet e tjera nga niveli i tretë dhe niveli i 6 janë me 30 pyetje, dhe këto pyetjet janë dhe këto me shkallë të ndryshme vështirësie. Pra, pyetjet të nivelit fillestar janë 3 pikëshe, të nivelit mesatar 4 pikëshe, gjithë cilën do ta thojnë edhe nxënësit vetë pas pak, edhe të nivelit të vështirë janë pyetjet 5 pikëshe. Të gjitha pyetjet janë me alternativa, jepet përparësi domethënë gjeometrisë, logjikës, teorisë e numrave, algebrës dhe shumë disiplinave të ndryshme të matematikës. Po përderisa po thoni gjithë këto fusha, gjeometrisë, algebrës, teorisë së numrave e të tjerë, që jam jashtë kësaj fushë nuk po më duket edhe krejt e thjesht, por për këta nxënës që kanë këtë prirje, ndoshta është një qasje e veçantë apo jo? E veçantë, diskutohet sepse nxënësit janë mësuar me testet e zakonshme që këta zhvillojnë në shkollë, në ambientet e shkollës, cilën në testimet e olimpiadave, në testimet të ndryshme, në provimet e lirimit të maturës, kur këto të marrin ciklin 9-vjeçar të maturës. Është një test i veçantë. Po, ja të pyesim Egzon Canin, ka dy certifikata fituesi. Mund të më thuash pak sa? Çfarë përfaqësojnë këto dy certifikata, Egzon? Unë kam qenë dhe vitin e kaluar, ndaj kam marrë 2 certifikata dhe jam shumë i lumtur për veten. Po mirë, kur u dha lajmi që do t'jetë konkursi kangurit, çfarë mendove ti? Këtë vit unë mendova që do të hy dhe këtë vit, sepse vitin e kaluar kam fituar dhe thash me vetbesim do ta fitoj edhe këtë vit. Bravo! Po mirë, ty të pëlqen matematika? Të pëlqen matematika në shkollë, apo
edhe për te shkollës ti përkushtohesh matematikës? Edhe në shkollë dhe në olimpiada. Ki marrë pjesë edhe në olimpiada të tjera? Po. Dhe aty ke pas rezultate? Po mirë, si të zhdukur këtu? Për sa kohë e ki plotësu testin? Mund të kem plotësuar për 1 orë gjysmë. Për sa? Për 1 orë gjysmë, 1 orë Po, gjysmë? 75 minutë, mund të ashtu i bje. Po. Të marrim pak të mikrofonin në mes këtu? Po. Ja, shumë mirë. Edhe ti për shembull Aren, për sa kohë e ke testin? Për 1 orë. Çfarë të zhdukur më e bukur? Me alternativa apo kishte edhe ndonjë gjë për zgjidhje? Alternativa. Aha, me alternativa. Po ti? Unë kam zëti fjetistin, se kam kënë pak shtira, po unë ka një mullë mësusi për disa gjana. Shumë mirë, me gjitha të tje i ke realizu dhe i ke të gjitha në mendjen tënde të ndritur. Kush ta mëson matematikën ty? Era. Bobi, gjyshi edhe me vllani fija. Po sa mirë, vlla yt është Edrini dhe të dy mësoni në matematikë, apo jo Edrin? Po. Në çfarë klase shkove ti? Këtë vit isha në klasën e 5 dhe vitin tjetër fundem në klasë 6. Po. Në çfarë shkolla? Ismail Qemali, por vitin tjetër do të shkoj te shkolla austriake. Shumë mirë. Që do të thotë? Dëshira për të argëtuar me numrat është shumë e madhe për ju, apo jo? Po për ty, Priam, si është matematika? Pak e vështirë, pak e lehtë. Po pse more pjesë ti në këtë konkurs? Isha qef me fitu. Kishe qef me fitu. Psikologjia e fituesit është diçka shumë e bukur që ndërton dhe që jep një nxitje shumë të veçantë, apo jo? Vetëbesimin edhe vetëvlerësimin, që nxënësi vetë domethënë të kuptoj se çfarë nivelit është dhe ku do të synoj të arrijë. Si keni bashkëpunu me shkolla të ndryshme? Mund ta merrni mikrofonin andej nga... Po. Atëherë është përhap informacioni, jo vit kuptohet, sepse vit pas viti, nga që ju thash edhe pak më parë, është i 11-i vit domethënë që organizohet kanguri dhe ne synojmë që të përshkallëzohet edhe më tepër, edhe në shkollat e fshatra, sepse qyteti ka premisat, i ka mundësitë, sepse talentet nuk mungojnë në shumë fusha, si në art, si në muzikë, edhe në matematikë kemi talente që spikasin dhe kanë dhënë prova. Shkolla përfarsohet densisht edhe me talentet e matematikës dhe të shkencave në përgjithësi. Kishte nga pjesëmarrësit që kanë marrë, po i them 10-0-0? Ka pas edhe prej tyre, por ne këtu kemi përzgjedhur vetëm ato që shprehen dëshirën të vinin, sepse fituesit janë një numër më të madh se sa ato që Po janë. si, atëherë pas kanë fituar të gjithë, kanë 40, këtu janë 8, edhe më shumë, Kanë fituar të paktën gjysa. Të paktën gjysa sepse ne kemi pas edhe një çanër tjetër, siç ju thash, cili është organizuar tek Universiteti i Shkodrës nga koordinatorët e tjerë. Tu kemi vetëm një pjesë të tyre. Pra, niveli ka qenë i mirë dhe i kënaqshëm. I kënaqshëm. Por synimi është që të nxisim pjesëmarrjen më gjerë në shkallë vendi. Është shumë më gjë e mirë. Po, sepse sistemi është i lidhur, pavarësisht se gara kangurit organizohet në bashkëpunim mes bordit të kangurit dhe shoqatës shqiptare të matematikës, kjo i prevalon dhe jep mundësi nxënësve kur të arrin klasën e 7, 8 dhe nxënësit e klasave të 9 të marrin pjesë edhe në olimpiadet e tjera kombëtare dhe fituesi pse jo edhe në arenën ndërkombëtare. Dhe Shkodra është përfaqësuar densisht, ka pas rregullisht vit pas viti nxënës që kanë marrë pjesë edhe në olimpiadat ndërkombëtare. Yasin, në klasën e 6, kush të nxit ta mësosh matematikën? Mësuesja dhe mami. Sa bukur. Bashkëpunimi i shkollës edhe i familjes, i prindërve, gjithmonë jep rezultate. I jep pritjet e veta, diskutohet. Sepse kjo rrit besimin. Dhe besimi nis që nga familja, që nxënësi të jetë i bindur që do të arrijë suksesin. Ky motivim shumë i bukur për
në qasje me matematikën, por edhe tek fëmijë që kanë prirje dhe natyrisht tregues në këtë fushë, është një motivim shumë i bukur për të tërhequr fëmijën rreth gjërave të vlerëta dhe për të zhvilluar hapat e tyre të mëtejshëm. Përsëri me Jasinin, si u përfshtive në këtë olimpiadë, në këtë konkurs, Jasin? Doja të merrja pjesë sepse më pëlqen shumë matematika dhe doja të fitoja. Po mirë, ke marrë pjesë edhe herë të tjera? Jo, kjo është hera e parë. Hera e parë. Dhe me herën e parë ti dole fitues, a? Po kjo është një mrekulli. Po kush të ka dalluar ty se je nxënës që ke një veçanësi të veçantë në matematikë? Mësuesja. Kush është mësuesja jote? Valbona, të Ndërmjeda. Do më thënë, sinjalin e parë ka dhënë mësuesja, ti gjithmonë merr 10 në shkollë. Po. Ke të lejtë të zgjidhësh ushtrimet, apo nga njëherë të duhet të mendohesh gjatë? Të lejtë. Të lejtë. Mirë, do ta pyes këtë djalin e vogël që ka emrin Omer. Ngriu pak në kam, ti zemër, je në klasën e dytë në shkollën Skënderbek, apo ja? Po. Për herë të parë ke marrë pjesë në këtë olimpiadë. Po. Si je ndjerë ti? Emocionuar. Unë jam mundu mi bë dhe më kanë një mu pak mësusja, të ata ushtrimet kur shkam digjo, i kam bë edhe kam fitu. Po sa i gëzu që i fituese? Shumë. Po qysha ditë ti e donë edhe më shumë matematikën? Po. E donë. Po më shumë të pëlqen ushtrimet me mbledhje zbritja, apo ushtrimet e tjera? Edhe ushtrimet e tjera. Për shembull. Me shumëzim. Me shumëzim? Po. Ti megjithëse në klasën e dytë e ke mësuar edhe shumëzimin? Po. Bravo, shumë mirë. Po mirë ti, Omer, je në shkollën Skënderbek. Po. Edhe mësuesja jote patjetër që e ka vënë re që ti je një djalë që matematikën e don fort, apo jo? Po. Si thot ajo? Unë kur kena paposh, ka ardhur një grusi e ka pakën për matematikë, edhe mësuesi ka thënë ky është për matematikë më i mirë i klasës. Edhe ti e ke dëgju këtu të veshit? Po. Edhe tash bë qefi shumë? Edhe prej asaj dite ti e ke dashur edhe më shumë matematikën, më duket. Po. Pra, edhe i ke thënë prindërve që mësuesja më vlerëson shumë në matematikë, prandaj? Po. Dua ta vazhdoj. Po mirë, si vazhdon ti matematikën? Ma të rego. Që do me thëmë, edhe tash që mbaron shkolla, ti do ta mbyllësh, do ta lash pushim, ja 2-3 muaj, apo nga njëherë? Nga njëherë vazhdoj shkruaj me shumëzime, me barazime, me minuse, me plus. Po ta bëj vetë një ushtrim ty? 5 herë 2 sa bëj? 10. 10? Po bravo, unë të uroj që të marrë shumë vjeta, sa shpejt e zgjidhe. Ti je vetëm 8 vjeç dhe me njëherë edhe, apo jo era? Edhe ti je shpejt. Sa të shpejt ju bërë matematika ju? Më tregoni njëherë? Shpejt. Egzon. Po, matematika më pëlqen, por nuk do të zgjidhi ushtrimet shumë shpejt, sepse atëherë mëna me batë ushtrim gabim. Ja si na jep një këshill. Po ky Areni, i zgjidh shpejt, apo sepse don të shkosh të luash futboll, apo Zgjidhni shpejt që i di, ata që se di, mendohem. Mendohem, ja pra që përveç shpejtësisë duhet edhe paksa përqendrim për ta zgjidhur. Kështu është ajra, apo jo? Ti tashmë je një vajzë në klasën e 5 dhe që po rrish me matematikën. Edhe ti thua që nxitje kam vetveten.
Si ka qenë ecuria jote me matematikën deri në tani? Me të thënë të drejtën, unë këtë vite kam zbulu si pasion, sepse ma ka zbulu zysh eri. Cila zysh? Zysh, unë shkoj një kurs, të Lideri Akademi. Edhe falenderoj shumë zysh erin, sepse ajo... Zysh erin, po? Ajo më përgatit për çdo ditë, dhe nuk kam fitu veç këtë certifikat, po 2 tjera. Po ku je fitu? Në njërin kam fitu në vend parë. Ku? Në Star Balkans, që është organizim ata. Dhe kam fitu në Gal, që kam mundësi të shkoj në Azerbajxhan. Dhe të dytin e kam fitu tani që unë do shkoj të konkurroj me gjithë botën në Berlin. Një duar trokitje për Iron. Ka të tjerë konkurrent këtu që do kenë gara ndërkombëtare? Më thoni? Në Berlin. Edhe ti në Berlin? Po si është mundësu kjo? Vend 2. Vend 2. Kam marrë pjesë, gjithashtu të në kohë shëmë. Si titullohet ajo? Einstein. Einstein. Unë kam qenë. Edhe ti ke qenë? Kam dalë në vend 4. Po mirë, mjafton me marrë pjesë, edhe mua evidentua është një gjë fantastike. Ja pra, sa shumë... Është sukses i madh, dhe nxënësit duhet t'i nxisin vazhdimisht, domethënë që të konkurrojnë çfarë do lloj konkursi. Qoftë konkurset që janë pjesë e strukturës akademike në shkollore, qoftë edhe këto private që sepse nxënësit duhet të shohin nivelin e tyre, mundësitë dhe ku do arrin. Dhe mundësitë nëse këto e duan matematikën dhe punojnë çdo ditë. Është formula magjike, 1% talent, 99% punë, vullnet dhe këto me këtë rezultat unë jam shumë i bindur dhe i sigurt që këto do arrin lart e më lart. Priam, ke një emër mbreti, apo ja? Mendon edhe dëshiron të ke ëndër që të vazhdosh me matematikën? Po si punon ti me matematikën? Ja, më trego pak. Unë Që zani? kur janë ditë e shkollës punoj kështu me mamin, një më bëj kështu Shumë mirë. Pundesin me mamin. Verës markaj +4 për shembull +5. Që thu? Që do të thot punon edhe gjatë verës? Po kjo është... Për shembull, si në klas 5 marr +5, si në klas 4 marr +4. Edrini do të më tregoj eksperiencën e vet. Unë kanguri, e kam filluar në vitin 2021. Po? Kështu në vitin e parë kam bë online duket. Po, e vërtet. Atëherë kështu. Pa dhe nuk më duket se kam pas dalë fitues. Mandaj për vitin 2022, 2023, 2025 dhe 2026 kam dalë fitues. Po një duar trokitje për Idrinin. Prandaj Idrini që nga klasa parë deri tani, klasë 5 ka marrë pjesë rregullisht te gara kangurit. Vitin e parë online, vitet e tjera me prezencë fizike në auditore. Dhe kjo gjë të duket shumë nxitse, apo ja? Në shkollë këto ushtrime janë më të vështira se të shkollës apo janë më të thjeshta? Më të vështira. Më të vështira? Po. Pse janë më të vështira, Ajra? Jo, unë mendoj që janë të thjeshta si në shkollë dhe në testin kangurit. Edhe njëherë? Unë mendoj që edhe në shkollë dhe në testin kangurit të thjeshta. Janë të thjeshta. Varet nga kënd vështrimet e nxënësve, sepse disa e shohin veten më mirë te testet që organizon shkolla, disa të tjerë shohin veten më mirë në garën e kangurit. Si kombinoni matematikën me lëndët e tjera në shkollë edhe me lojën? Këtë do të përgjigjet Areni. Më shumë matematik, më shumë futboll, apo ndonjë libër? Dyja tana bashkë. Tana bashkë, i përzim. Shumë mirë. E kush e bërë këtë përzimje? Ti. Bravo. Shumë mirë, një duar trokitje për një përzierje shumë të mirë të gjitha interesave, të gjitha dëshirave edhe të gjitha mundësive. Era e vogël është në klasën e dytë, por ecuria e saj e nxit që matematikën të mos e lëshoj nga dora. Apo jo? Cila është gjaja më e bukur dhe mbreslënse? Ja, Aren, merre këtë certifikatën se është e jotja. Cila është gjaja më interesante, më që të kalan mbres te konkursi? Kishe emocione që do të thotë, kishe pak si frikë në fillim, po masanaj u zhduk frika. Jo, Kisha pak frikë, po masanaj fillova mi di disa. Po ti di gjitha me zemër.
sepse prandaj ecuria jote, kjo certifikat të nxit që t'jetë aty edhe ti krahas të tjerëve. Ndërkohë që Exoni ka marrë pjesë në shumë konkurse dhe nuk do ta lëshoj këtë fushë të matematikës. Më trego pak sa kush të nxit ty më shumë Exon? Më shumë mësoj vetë, por ndëse në një mësim nuk e di atëherë pës mamin. Bravo! Të gjithë prindrit janë krahas jush. Atëherë Jasina më trego pak sa se kush është mbështetja jote? Në matematikë është mami, se më ndihmon, dhe pyes ndonjë gjë që nuk e di. Po mirë, ti fitove për herë të parë kangurin. Dhe që nga kjo ditë, si mendon ti? Mendon pak më shumë për matematikën apo? Po mendoj me hi edhe në konkurse të tjera. Aha. Sepse kjo ecuri të ka dhënë shumë besim. Apo ja, bravo. Të japësh besimin tek fëmijët është detyrë, të thënë drejtën. Unë e shoh detyrë, sepse të gjithë do ta nxisim të dëshirë, të ndjenjë të fëmijëve. Përveç se matematikës në çdo fushë, domethënë ku ato ndjehen mirë, ku shpalosin talentin e tyre. Dhe matematika është një shkencë e veçantë, sepse rrit zhvillimin e kapaciteteve, të menduarit, të logjikuarit, të artikuluarit e gjërave. Dhe ju të shihni vetë të njëjtë janë shumë të artikuluar, shprehin ndjenjat ashtu siç i kanë përjetuar në testim dhe dëshirën që të punojnë sërish me matematikën. Ky konkurs që është i përhapur në mbar botën, por në qytetin tonë është konkursi më i popularizuar dhe ka karakter masiv në të gjithë botën. Janë rreth 90 shtete. Shqipëria, siç e thash, në vitin 2015 ka paraqit kërkesën të antarësohet dhe shoqata kombëtare e matematikës e kangurit, Kangur Sans Frontier, KSF-ja, ka pranuar kërkesën dhe Shqipëria u prezantu për herë të parë dhe herën e parë, vitin e parë arriti 2000 nxënës të merrnin pjesë, pas një viti 3000 sa nxënës dhe sot në vitin e 11 janë rreth 10.000 nxënës që kanë garuar. Ne po përpiqemi të nxisim, të përhapim atë frymën tonë që nxënësit të konkurrojnë. Po mirë, këto nxënës që kanë marrë certifikata ose edhe pjesëmarrësi, si i ndiqni në mënyrë që të jeni nxitës dhe ato që kanë arritur, niveli që kanë arritur të mos mbesi aty, por po, diskutohet sepse unë sapo e thash edhe pak më parë, është sistemi i lidhur. Domethënë kanguri në bashkëpunim me shoqatën shqiptare të matematikës edhe me institucionet shtetërore. Këtë sistemin e kangurit e kanë të ndërlidhur edhe me KAMO-n, që është Olimpiada Kombëtare e Matematikës mes dy shteteve, Kosovës dhe Shqipërisë. KAMO, Kosovo and Albania Mathematical Olympiad, pra KAMO, se është terminologjia. Këto nxënës garojnë dhe marrin pjesë, fituesit pastaj ju jepet shansi, mundësia të garojnë edhe në arenën ndërkombëtare dhe kemi pas edhe përfaqësues nga Shkodra, që është e vërtetë, që kanë dalë edhe nga kanguri, po edhe nga testimet periodike që zhvillojnë nga provimet që organizon vetë Ministri i Arsimit. Kanguri është një konkurs që lidhet kryesisht me moshat e vogla apo edhe më të rritura? Nga klasa parë deri te klasa 12 janë 6 nivele. Niveli i parë përfshin 2 klasat, klasën e parë dhe klasën e dytë, që quhet pre-Ecolier. Klasa 3 dhe klasa 4 përfaqëson nivelin e dytë që quhet Ecolier. Klasa 5 dhe 6 nivelin e tretë Benjamin, klasa 7 e 8 nivelin kadet, e 9 dhe 10 nivelin junior dhe 11 dhe 12 që është niveli 6 është student. Këta janë domethënë 6 nivele që përfaqëson komplet. Me sa shoh më shumë moshat e vogla kanë një qasje të veçantë. Një qasje më të veçantë, sepse akoma ndoshta për shkak të vështirësive, për shkak të mbi ngarkesës nxënësit e klasave të mesme të gjimnazit, akoma nuk është shtrirë më masivisht. Në ciklin nëntëvjeçar kemi pas më tepër prezencë, domethënë të nxënësve. Po qëllimi, dëshira është se ne ti nxisim të konkurrojnë, jo vetëm në garën e kangurit, por çfarë do i garët, sepse kjo është dëshira. Kjo do të thotë që ju jeni në garë përsëri, apo jo, Exon? Po. Do të merrni pjesë përsëri te kangurët e tjerë?
O mirë, e dini ju ç'është kanguri? Ha, kush ma thot? Një kafsh. Një kafsh, po ku jeton ajo? Kafsha. Në Australi. Bravo! Ja që, po cili është gjaja kryesore ose dy gjanat kryesore të kangurit për tu pa? Ai ka një xhep që mban bebin e vet. Marsupial ai është marsupi xhepi që ushqen dhe mban të voglin, dhe si ecën kanguri? Me Dy këmbët e parë përpara më i ka të shkurtra, të tjera, të gjata dhe ec duke kërcyer. Dhe unë mendoj me shilma. Edhe gjunë me shilma, këtë nuk e dija. Mirë, shumë e veçantë, na jep një informacione shumë interesante, ndërkohë që kangurit po e marrim atë kërcimin nga viti i parë në të dytin, në një hop të madh të ri. Do të tretin ende arritje më të mëdha, apo jo Jasin? Do të marrësh pjesë përsëri? Po. Bravo. Ajra, patjetër. Omer. Po. Jasini e tha, Era. Egzon. Po. Ja që ju mësova gjithë emrat. Priam. Po. Sigurisht. Edhe Aren. Po. Edhe futboll, edhe numra, edhe libra, të gjitha së bashku, një përzierje që natyrisht na bën të lumtur me arritje. Edhe mua më pëlqen futbolli. Edhe që të pëlqen futbolli, po kështu është, jo vetëm ngulur mbi tavolinë, por edhe me aktivitete, kështu. Dhe gjimnastika e mendjes dhe gjimnastika e trupit shkojnë bashkë me njëra tjetrën. Këto janë fituesit e kangurit. Këto janë fëmijët që natyrisht të motivojnë, të bëjnë që jo vetëm vëmendjen, por një kujdes shumë i madh dhe përgjegjësi shumë e madhe në çdo hap të tyre. Së pari familja, shkolla, institucionet, aktivitetet, të gjitha këto. Një ndër to ishte edhe konkursi Kanguri, i organizuar nga shoqata kombëtare e matematikës dhe pjesë e një konkursi të madh botëror që përfshin 90 shtete. Ju falenderoj shumë. Faleminderit juve, edhe në emër të fëmijëve ju falenderojmë dhe ju premtojmë që vitet e tjera, domethënë kemi një gamë me të gjerë nxënësish dhe fituesish patjetër, se Shkodrës nuk do t'i mungojnë talent. Për këtë jam shumë optimist. Faleminderit shumë. Era, Egzon, Priam, Adrin, Aren, Jasin, Omer dhe Ajra, qofshi gjithmonë fitues në garat tuaja. Faleminderit.